A më kallëzon cëllën e ki përjetimin më të mirë në jetën në kur ke luftu? Kur e keni marrë kosharen? Laba. Ma të mirë në këmë një vetë që atër. A ke pos frikë? Ja, ma që fa frikë që ka po. Me pos frikë si shaveshë që është. Komandant Karcellit ka orë në vizitë. Me forcu lapin edhe me ka treshje në orë. Vëllë, me forcu lapin me ka treshje. Dhe t'jem me najmoni herë një televizor me homa se na duhet. Tani, të ndëruar teleshikus, jemi këtu në zonën e qliruar të Kosovës dhe jo larg nesh shihen këtu fshatra e rrethit të Çanit. Nëse një lufte tepër të rrept, e cila filloi me datën 8 të këtij muaji, luftëtarët heroik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të udhëhequr nga komandantët trimat e tyre, arritën që pas 50 vitesh ta çlirojnë për herë të parë territorin e Kosovës dhe ta thejnë kufirin shqiptar siç ata e quajnë me kënaqësi të jashtëzakonshme. Në mesin e luftëtarëve të shumt trima, të cilët ranë heroikisht në luftën e nderit, ose ata të cilët ranë për të mos vdekur asnjëherë, më duhet të përmend komandantin trim, komandantin legjendar, njërin nga pikturët dhe intelektualët më të mëdhaj dhe më të mirë të kombit ton, Agim Ramadanin, dhe njërin nga komandant heroik legjendar Sali Qekun, i cili ka ra heroikisht. Ditë më kërë, ku këmasha, ditë më kërë. Hajde Shqipëri, he! Ku shkoj? Ismet. Njaj. I lejmë zeka, i pari gazetarë shqiptarë që për shkelë të ku, të këtej. A që janë dikur pes një kpata. Shqiptarit. Mëse kom serbi malë, këtë shkelë pa vdekë që. Me kësa e drejtore është po damja e kufirit shqiptarë, kushtë të tani mund nuk eksistat. Do ta shqipni me safër. E mos kanë me eksistu, kur ja shqipaj s'ka të të nuk. Foni 122 mm, me të cilat granatohen forcat tona, do të thonë nga forcat serbe, por fatmirësisht me të njëjtën devizë tash u kthejmë edhe neve. Tyne. Përgo pas kam një qizme, shë? Shë. Pitën të i mërëm, që i kanë gjenë. Kuptova drejt. Drejt do hanë të thuj se këtë drejt do hanë. Se jenë ma lezeshëm kutit serbit me drejt do hanë. Mos na thyrën në hagë atje. Janë, s'ka në hagë, ne nuk kemi go për hagë. Hajde bin. Këta bojnë luftën më të madhe kur bojnë tërheqjen e kufumit. Domethënë, rezistojnë tepër vetëm për të tërhequr kufumin. Çfarë? Ditën kur është marrë Kosovja, ka zhvilluar luftimet njësitë e batalionit të parë, brigadës një treni, edhe në ballafaqe me sipër, por nga këto pozicione, një defensishme na është vu rrethim prit. Edhe
Në të përpjekje më është vra edhe mandusi dhe trimi që është i radhë në njësin time, Bashkim Jasiqi. Kanë humb jetën pastaj edhe Abush Loku, Rames Krasniqi, është plagos randën kom Bujar Maloku, një luftar shumë i dallum. Se ka vu këtë aprela e mortaja tonë. Nga radhat e forcave serbe janë vranë 21 shkije. Ditë ma vonë, po në këtë gryk, ke marrë informacion se po tentojnë me na zonë prik. Shkëlqyshëm. Tu e shifni efektin edhe e gjujtjes me artillerin tonë, edhe shikoni efektin që ka rrit tek këta që shef si pas moshës është paramilitar, nuk janë ushtarë të rregullt, por forca paramilitare, qetnike, të cilve ua kemi marrë edhe dokumentacionin dhe figurojnë sakt i dim se prej cilave regione vinë dhe kush janë. Në këtë region i është marrë haku plotësisht aty në djemve që kanë ra. Për ata djemë na do të vrasim deri në fund. Por djemë që kanë dhënë jetën në këto regione duke marrë Kosharen, luftën e Koshares, i është nxjerr haku. Shumë fish. Edhe përkundër insistimit tyne janë paramilitar, serb. Veçantë se forcat e rregullta ushtarake, siç kemi informacione, ju kanë dezertuar në mas. Disa edhe do t'ju dëshmoj edhe vendin se ku kanë. Ku ka ra prella, ka plas. Tu ka ra dhe të prella e kanë zonë të aty. Që? Prella... Shka shë ta thëmë shtetë, nuk di aparateve, se në zonën 3, ashtu ku po zhvillohen luftime ka regioni Rases, kanë pësu humbjet mëdhaja forcat serbe, dhe si duket nga gjithë ato që kanë marrë pjesë në të luftime nuk kanë ngel asnjë gjallë. Forcat tona entuziaste, komandant Drejimi po informon prej atij me aparate se kem triumfalën ndaj tyre. Do thotë se ata kanë zonat e veta. Ornani. Që kanë shkatruar gjitha forcat edhe po dalin me shku me pikë në një nik. Këtë staka po thojnë ata nërti kina sharos, skeqja u kina kajt nanën, i pyta ku kanë shkuthat të nanat e veta. Je lumt, Trima. Kuptove, 3-2 Kuptova. Urime, suksese. Mo përbilin. Po kemi pranim përbilin. Diska të e marisia mareja. Jo, ko një sot më tak. A marrë me lajmë si... Aty do të thëtë shumë ka zamë. 10 që ne kalon ma tepër. 10 që ne kalon edhe ma tepër. Shka po shumë mirë. Po edhe plus breshti me siguri ka aty diçka tjetër. Masiliani asë një njërë të majnë. A që ditë breshti ka ma tepër, apo? Nuk mund të ma zhja se unë nuk kom po. E ku janë të rjeka për këtë pozitës aty ku kanë. Unë e ditë ka kom po unë, s'ka ka po breshti nuk ka përnaj. Do se jep sekretit. Sukseset jem u lumë. Të ardhjen e forcave të serbe të cilat mendonin me bë diversion me prapavi të forcave tona. Mirë po, të falenderoj përgatitjes tyre luftarake, po kemi këtë rrugë, ka tentu dalin, djemë tonë i kanë zonë gjallë forcat serbe, edhe pas formaliteteve tona janë ndërzu atyre që janë adapt me që ndërzuar. Dhe më thonë, kjo është një sukses shumë i lartë të forcave tona, të cilat më thonë arrin t'i kapin edhe për gjallë. Shoku Vilaim, Gërna. i legalitetit, që dhërat të dho këto. Çantën e shkive, a? Qatën e shkive. Mos me njerë të mbjesh. Hajde. Do të vlerësu lartë, djemë tonë, kanë qenë shumë përgatitur, jo vetëm këta që kemë përgatitur qendrës territore këtu në Papaj, por edhe ata që na kanë ardhur për përcim për gjitha orëve, edhe që ka qenë ky në interaksionet që ka arrit t'i sensibilizoj dhe t'i bashkoj të gjithë në një grusht, më thonë, t'i thyj një herë mirë ato barriera që dikush ndoshta për interesa të caktuara, qëllime të caktuara më të larta është mundu me ndaj jenë skenu si kur ekzistojnë rrëmime e tjera. Këtu demonstru se ku s'ka rrymë. Këtu kanë ardhur njerëz karrierës politike, qoftë asaj që po e quajnë pacifiste, qoftë radikale, qoftë kësaj kur erdhi puna me u jukut për një vend në formacione të rregullta me sistem luftarak e luftës për Kosovën u shkrinj të gjitha ato barriera, edhe sot që kur rrim unë dhe Silva Arabini, ndash çuna mund të ikron, ndash të ikron,
Ne të jemi në gjendje këtu, e deri sa shlirohen gjithë kontrolën shqiptare me shërë bashkë. Do thonë që na datë hiç kur gjatë. Biles kur bisedojmë për atë temë mund të morëm vetëm për shakaja e provokacioni sa për me kalu muhabete, po se na vjen ato për pengese, përveç për para asnjëherë. Të nderuar teleshikues, bashkë me specialen përgatitur në Koshare të Gjakovës nga Milaim Zeka, kemi përfunduar e cila zotron mandatin statutor të kësaj partie për të diskutuar në kuadër të ruajtjes të një kohezioni përfaqësues të faktorit shqiptar. Pasi shprehu kënaqësinë për këtë takim dhe vendosje në një klime bashkëpunimi sa më të mirëkuptuar të gjithë shqiptarëve, presidenti Mejdani theksoi se ruajtja e solidaritetit dhe të partneritetit me faktorin ndërkombëtar dhe në mënyrë të veçantë reflektimi i një imazhi sa më pozitiv nga të gjithë shqiptarët përbën një domosdoshmëri për të shfrytzuar pozitivisht momentin e dobi të çështjes kombëtare. Në këtë kuadër, kryetari i shtetit shqiptar nënvizoi domosdoshmërinë se në kushtet e krijuara, përfaqësimi sa më i unifikuar i të gjithë faktorëve politik, ushtarak dhe civil të shqiptarëve të Kosovës është veprimi më i drejtë dhe ndihma më e mirë në procesin e zgjidhjes së problemit të Kosovës. Presidenti Mejdani u kërkoi përfaqësuesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës të pranishëm në këtë takim të bashkëpunojnë me një përfaqësim sa më të njësuar për të mos humbur kohë si në kushtet aktuale ashtu edhe në perspektivën e vendosjes së një autoriteti ndërkombëtar në Kosovë për normalizimin e jetës aty. Presidenti Mejdani dhe të gjithë përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës shprehen një të njëjtin shqetësim se nuk duhet të ketë protagonizëm individual dhe se nuk duhet humbur asnjë moment për të realizuar unifikimin e të gjitha përpjekjeve të popullit shqiptar të Kosovës. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të pranishmit të tjerë i shprehen presidentit Mejdani angazhimin e tyre për të kontribuar në qeverinë e përkohshme të Kosovës, e cila, siç është rënë dakord, po drejtohet nga përfaqësuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Presidenti Mejdani, duke përjashtuar çdo mundësi për favorizim nga ana e tij për secilën nga forcat e përfaqësuara në qeverinë e përkohshme, tha se populli i Kosovës do t'i zgjedhë vetë drejtuesit e tij me votën dhe vullnetin e lirë në kushte të reja shumë të favorshme. Në kushtet e krijuara, ruajtja e një kohezioni e arritur në takimet Rambujes dhe atë të Parisit, që qoi edhe në nënshkrimin e marrëveshjes së paqes dhe të përshëndetur nga gjithë komuniteti ndërkombëtar, është një përgjegjësi dhe detyrë kombëtare. Presidenti Mejdani shprehu angazhimin e tij të plot për të dhënë çdo ndihmës në arritjen e një mirëkuptimi të gjithë faktorëve shqiptar të Kosovës. Presidenti Mejdani dhe të pranishmit patën një mirëkuptim të plot për vendosjen e një protektorati ndërkombëtar me komponentet ushtarak, civil dhe humanitar në Kosovë. Të pranishmit nënvizuan gjithashtu nevojën e përpjekjeve të unifikuara edhe në luftën mediatike për të mos krijuar asnjë të qarë në faktorin shqiptar dhe për të inkurajuar intelektual kosovar për të rritur praninë e tyre në media ndërkombëtare. Gjatë takimit ku mori pjesë edhe zoti Ilyas Ramajli, të pranishmit shprehen vlerësimin e lartë dhe mirënjohjen për gjithçka që populli dhe shteti shqiptar bën për të shpërngulit nga Kosova dhe dhuna e terrorit serb. Delegacioni i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, i kryesuar nga nënkryetari Naim Jerliu, zhvilloi një takim me kryetarin e Komisionit Parlamentar të Politikës së Jashtme të Kuvendit të Shqipërisë, zotin Sabri Godo. Në takim u diskutua situata jashtëzakonisht tragjike e popullit shqiptar dhe e Kosovës si pasojë e agresionit gjenocidial të Serbisë, intensifikimi i sulmeve të NATO-s kundër Serbisë dhe intervenimi me trupa toksore janë të domosdoshme për të ndërprerë spastrimin etnik dhe barbaritë serbe dhe për të krijuar kushtet për kthimin në vatrat e veta të shqiptarëve të deportuar me terror e masakra barbare, u theksua në takim. Në takim vëmendje posaçme u kushtua gjetjes së hapësirës së ndërtimit të mekanizmit ekzekutiv të përbashkët të Kosovës mbi bazë të marrëveshjeve ndërmjet faktorëve relevant politik dhe ushtarak të Kosovës. Për herë të parë, një kryeministër nga Shqipëria ftohet nga kancelari i Gjermanisë, majkrizëm të rrallë në mbrojtje të pozicioneve të popullsisë civile. Për këtë njofton Muharrem Mahmuti. Që nga orë të hershme të ngjesit, qindra granata serbe kanë rënë në fshatët Katunisht, Brazasht, Potok, cilën qatë Kaçanollit, e cila ka qenë sot dika që është sulmuar më shumë nga prellat e tanksa dhe trakat serbe. Qata e Kaçanollit është sulmuar dhe me raketa tok-tok. Rrimat e UÇK-s, të cilët janë bërë dike paka parasyshme para makinerisë serbe, edhe në luftim të sotme kanë vrarë plagosur shumë